Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun xhalla wala falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Elusim Allahun xhalla wala që këto takime t'i bën Allahu të bekuara, të pranuara, dobishme për ne në dunja dhe shpërblyera ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar dhe motra që jeni pranishëm në këtë ligjërat sonte, do të vazhdojmë me lenin Allahut azza wa jall me surën e radhës, pasi që në takimin e kaluar kemi përfunduar komentin e surës Adh-Dhariyat. Surja e radhës është surja At-Tur. Është një sura që ka ngjashmëri me surën Adh-Dhariyat, por i ka edhe të veçanta të veta. Në këtë sura gjejmë të nderuar vëllezër argumente të qarta për Kur'anin, saktësinë e fjalëve dhe udhëzimeve që më tërë pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe gjithashtu ndarjen e njerëzve mbi bazën e këtij udhëzimi. Ta atil që merituan dënimin dhe ata që merituan shpërblimin. E veçanta e kësaj sure të nderuar vëllezër dhe motra është se në këtë sure prezantimi i dënimit është pak më i veçantë se në shumë sure të Kur'anit. Allahu xhallahu ala prezanton dënimin që i pret për gënjeshtruesit, mohuesit, refuzuesit e udhëzimit të Allahu xhallahu ala, e prezanton në mënyrë mjaft të frikshme. Por edhe në anën tjetër, shpërblime që i presin ata që kanë pranuar këtë udhëzim dhe janë nështruar, i prezanton në mënyrë shumë të detajzuar, po mjaft inkurajuese dhe të këndshme. Madje ka disa detaje në këtë prezantim që nuk i gjen në suret e tjera. Pa i përshkrimi i xhenetit këtu është pak më i veçantë se ndoshta në shumë sure të Kur'anit ku ka përshkrim të detajzuar të xhenetit. Dhe pastaj në fund ka përfundim të mrekullueshëm të argumentimit me ajete të Kur'anit që flasin për madhështinë e Allahut azza wa jall, fuqinë e Allahut xhallahu ala, pushtetin e tij dhe shumë tjera që realisht të gjitha thrasin ka besimin në Allahu dhe adhurimin ndaj tij. Surja At-Tur është sura e Mekës. Dhe nëse marrim parasysh aspektin kohor kur ka zbrit dhe duhet me marr parasysh, ka zbrit kjo sure në rrethana shumë të vështira që ka kaluar për to pejgamberi alayhi salatu wassalam. Andaj dhe këtë sure pejgamberi edhe kur ka shku në Medinë ka veçu, e ka lexuar shpesh. Madje ka qenë traditë e tij me lexu në namazet me zë, veçanërisht në namazin e akşamit. E ka lexuar surën At-Tur pejgamberi alayhi salatu wassalam. Kur ka zbrit kjo sure? Sipas disa transmetimeve përmendën se ka zbrit do të pasi që ka ndruar jetë gruaja e tij Khadija radhiyallahu ta'ala anha dhe axha e tij Abu Talibi. Në vitin që quhet viti i pikëllimit dhe viti i mërzisë. Don pak para Isras dhe Mirajit. Prandaj është një sure që ka ardhur si ngushëllim për pejgamberin alayhis salam dhe përgëzim i madh për të, se përkundër refuzimit, përkundër domthonë presionit, Allahu xhallahu ala përkrah Muhammedin alayhis salatu wasalam. Pa në këtë sure të ndërlozën gjejmë një lloj ligjërimi pikërisht ashtu sikur se është edhe natyra e ligjërimit të Kur'anit. Një ligjërim me kënaqëri nga epërsia e që nuk bie në nivelin e kundërshtarëve, që ushqen besimtarin dhe atë që thret në rrugën e Allahut azza wa jall me kënaqëri e ushqen me dignitet, besueshmëri dhe stabilitet. Dhe kjo është ajo që i duhej pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe gjithashtu të ndëruar, sikur që përmana, pejgamberi alayhi salatu wasalam këtë sure ka lexuar shpesh. Në një nga rastet përmendet se kur ka shku Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu në Medinë, në atë ku nuk ka qenë besimtar, ka qenë nga idhujtarët, e ka dërguar Kurajsh të Mekës me negociu me pejgamberin sa për robët e luftës së Bedrit. Baba i tij ka qenë Mut'im ibn Adi,
ka vdek në shirk, mirë po pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka vlerësuar shumë. Nëse baba i Gjubejrit, radiallahu ta'ala anhu, Gjubejri u bo pas e musliman, o baba i ti Mut'im ibn Adi, e ka pasi qëndrim shumë fisnik, në situatë shumë vështirë që ka kalun të pejgamberi alayhi salatu wasallam. Dohon, ka dalë pejgamberi në Taif, dhe kur është kthy për në Mekë pas refuzimit të Taifit, e kanë mbyll hyrjen e pejgamberit në Mekë kur ishte Mekës. I ka thonë me që ke dalë, s'ka me hinë Mekë mu, nuk e kanë lënë me hyrë. Ai që e ka marrë përsipër futin e pejgamberit dhe ka mobilizuar dhe ka armatos bitë vet, është Mut'im ibn Adi. Ka thonë ky hyn në besën tëm. Edhe ka hyrë pejgamberi në Mekë në mbrojtjen e Mut'im ibn Adi. Shikoj çfarë kontributi ka dhënë, çfarë punë ka bërë, megjithatë nuk ka vdekur në besim. Kur i ka zënë rap pejgamberi luftarët e Bedr, luftarët e Kurajshve, kanë qenë 70 rob të zënë, ka thonë pejgamberi alayhi sallam, sikur të kishte më qenë Mut'im ibn Adi gjallë, e me më kërku me lëshu këta, kësha me lëshu për hatër të jepëtën. Se ka haru nerën që ka bo, dhe më thonë në kone e Mekës. Andaj të nërëllëzër, kjo është Islami. Edhe pësaj ka qenë idhujtar në aspektin e besimit si ka besu pejgamberit asëm, por ka pas karakter njerëzor, ka pas qëndrim burnori, ka nimu pejgamberit asëm, si ka haru pejgamberi alayhi salatu wasallam. Ma i kur dikush të bën mirë, nuk bën mi haru, kur të qoftaj, dhe besimtat me konë shumë fish, dhe më thonë më falenrues, më mirë njas, ndaj ati që i ka bo mirë. Një për shkak si ka bo mirë, dhe dyta për me tregu se, besimin e në mëson që timi shumë më mirë njas, dhe shumë më, dhe më thonë, këthys i të mirës, se që e bën dikush në rrethanat të tjera. Ka shku Gjubejri ibn Mut'im, radiallahu ta'ala anhu, në Mekë, në Medinë, dhe ka qëllu namazë i akşamit. Është afru të xhamia pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe e ka dëgju leximin e pejgamberit asam në namaz akşamit. E ka qëllu surja Tur, ajete që do t'i komentojmë inshallah, kanë një padyshim domethënie të madhe dhe kupton pse ka thonë këto fjalë Gjubejri ibn Mut'im, te fjalët e Allahut xhalla wala am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. A thu vallë u krijuan nga asgjë apo ata janë krijuesit, dhe ajeti në vazhdim. Thot Gjubejri radiallahu ta'ala anhu, kur i kam dëgju këto ajete, ka dhe kalbi e njetir, gati me doli zemra nga veni, gati zemra më fluturoj, nga disponimi madh që e gjeta nga këto fjalë që lexon te pejgamberi alayhi salatu wasallam, e pastaj Gjubejri është bë edhe musliman, e një musliman i devotshëm e i sinqert në rrugën e Allahut te bareke ve taala. Pra ne kemi kuptuar që pejgamberi sa ka lexuar surën Tur, madje përmend edhe Ummu Salama radiallahu ta'ala anha, e cila në haxhin e fundit ka qenë me pejgamberin alayhi salatu wasallam, s'ka pasur mundësi për shkak një smundje me bëu tavafën që duhet, i ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam, rrin në fund atje dhe bë tavafën ngadalë pas të tjerëve. Dhe thot Ummu Salama, unë në fund atje e dëgjoja pejgamberin duke këndu surën Tur në tavaf. Prandaj surja Tur ka pas një domethënë veçantë tek pejgamberi alayhi salatu wasalam, nga sa dhe si duket ndoshta kujtimet në kohën kur ka zbrit, ndikimi që ka pas kjo surë në gjendën e pejgamberit sa ka bërë që të ketë një lidhje më të veçantë me surën e Tur pejgamberi alayhi salatu wasalam. Sikur që përmenda të ndërua Lazar, surja Tur është surë e Mekës. E kur themi është surë e Mekës, ju tash më dini se çka do të thonë me qenë surë e Mekës. Surë e argumenteve, surë e fakteve, surë që temën bashkë e ka, temën e besimit, temën e besimit në Allahun dhe temën e besimit në ditën e gjykimit. Edhe kjo sura, sikur e sura e Dhariyat, fillon me betim. Mirë po dallon betimin e Dhariyat nga betimi në surën e Tur, sikur që do t'i bëjmë disa dallime inshallah në vijim. Allahu xhallahu ala këtu fillon betimin me fjalën o Tur. Tur, në vëzër këtu Allah betohet në Turin. Çka o Tur? Tur në esencë është një, në kuptimin gjuhësor, i thojnë malit, i thojnë një kodre, në gjuhën arabe Tur. Këtu ka mos pajtim tek dietar të tefsirit se a është për qëllim çfarë do lloj mali, kodre, apo është për qëllim një kodre e veçantë, që është Turi Sina, kodra ku Allahu i ka fol Musait alayhis salam dhe atyja ka dhënë Tevratin.
Çdo qoftë, domthonë nuk ka kundërthënie mes fjalëve, por ka çështje të përgjithshme dhe më të përvetshme në raport me këtë kodër. Andaj mund të themi se ndoshta Allahu dhe më së miri, por qëllimi është kodra e Tur. Domthonë kodra e Tur në Turi Sina, atje ku Allahu xhallahu ala i ka fol Musait alayhi salam. Veçanërisht nëse kemi parasysh edhe ajetin vijues që ka lidhje të ngushtë me ajetin e parë. Prandaj betimi i Allahut në Tur është betim në kodër, është betim në një vend specifik të posaçëm ku Allahu xhallahu ala në mënyrë të veçantë i ka fol njërin nga robëve të tij të veçantë. I ka fol Allahu xhallahu ala Musait alayhis salam, sikur se Allahu thotë: "Wa kallama Allahu Musa taklima." Dhe Allah i ka fol Musait direkt, pa ndërmjetësues. Dhe Musa alayhis salam e ka dëgjuar Allahun xhallahu ala duke i fol, andaj nga kjo situatë që e ka dëgjuar Allahun duke fol, ka kërkuar edhe me pa. Mirë po, kjo s'ka qenë e mundshme, sikur që e keni të njohur në ajetet e Kuranit. Pasi Allahu tha: "Wa kitabin mastur." Dhe betohem në Tur dhe betohem në librin e shkruar. Çfarë kuptimi ka këtu libri? Edhe këtu ka disa mendime të dietarëve. Disa kanë thënë për qëllim Lauhi Mahfudh, nga sa ajo është libër i shkruar me rreshta për caktimet e robëve. E disa kanë thënë është çdo libër që Allahu ja ka zbrit robërve. Domthon është për qëllim libër i shkruar që i ka zbrit njerëzve në tokë. Është për qëllim Tevrati, Injili, Kurani, Zeburi, fletushkat e Ibrahimit alayhis salam, domthon Allahu betohet në librin e zbritur. E disa kanë thënë është për qëllim Tevrati, për shkak se në fillim është betuar Allahu në Tur. Prandaj Turi dhe kitabin Mastur dhe libri i shkruar kanë lidhje të ngushtë. Vendi dhe libri që ka zbritur në këtë vend, domthon që është Tevrati. E shumë nga dietarët e tefsirit preferojnë mendimin e fundit që është për qëllim Kurani. Dhe lidhja mes Tur dhe kitabin Mastur është lidhje ngushtë, për shkak se në Tur asociohet me Musain alayhis salam dhe librin që i ka zbrit, ndërsa kitabin Mastur Kur'anin. Dhe lidhja mes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe Musait alayhis salam është lidhje ngushtë dhe shpesh bëhet kjo lidhje në shumë ajete të Kur'anit. Prandaj Allahu xhallahu ala betohet në libër, në Kur'an, domthonë betohet duke tërhequr vëmendjen e Kurajshve dhe të tjerëve se pejgamberi sa nuk është diçka risi, nuk është diçka e re, por është një vazhdimsi e një tradite të zakonshme të dërgimit të pejgamberëve dhe zbritjes së librave. A ne sikur që e keni besuar Musain alayhis salam dhe dini se Musa ka qenë pejgamber alayhis salam, ashtu është edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai zot që i ka fol Musait alayhis salam është ai zot që po i flet tashmë Muhamedit alayhis salatu wassalam. Dhe ai që fuqizon kët është edhe ajetin vim ku Allah thot fi raqin manshur. Raq është domthon çdo flet në kaluarën ka qenë domthon lkura apo drasa të holla ku është shkruar libri. Njerëz nuk kanë pas domthon fleta sikurse në këtë kohë, mirë po kanë shkruar në lëvozhga të drunit, kanë shkruar në lkurë këtu më radh. Allahu betohet në këtë që shkruan te libri dhe e quajnë si menshur. Çka është menshur? Menshur është domthon diçka që është e hapur, diçka që është e dukshme dhe shpalosur. Dhe simbolika e kësaj është ndërvozur se Allahu xhallahu ala flet për një libër që është prezent, i prekshëm, domthon është i hapur për të gjithë, nuk është i fshehur, nuk është i panjohur, nuk është i pakuptueshëm. Allahu ka zbritur libër të qartë, sikur që Allahu xhallahu ala qartas dhe kuptueshëm i ka fol Musait alayhis salam, çashtu Allahu xhallahu ala ta zbret libër të qartë, të kuptueshëm, s'ka paqartësi, s'ka të fshehta. E keni para vetës, prandaj nëse keni argumente ta kundërshtoni këtë libër, kundërshtoni me argumente, jo me shpifje dhe dhunë dhe presion. Dhe kjo është shumë e rëndësishme në vazhdimsinë e kuptimit të ajeteve. Pa Allahu xhallahu e quajnë kitab Mastur, libër i shkruar. Domthonë është libër që po e shihni. Është libër që mund ta lexoni. Është i hapur. Është libri i hapur. Libër domthonë i publik, mund i shfaqur për të gjithë. Nuk është libër për shembull që i dedikohet vetëm hoxhallarëve, klerikëve të caktuar, elite të caktuar. Jo, krejt mund të lexojnë. Çdo kush ka qasjen te. Prandaj
nëse e kundërshtoni, nëse nuk e pranoni, së në diqka pra të ngjashme te, diqka kundër argument. Mirë po ata kanë sjellë vetëm shpifje dhe kanë sjellë vetëm, kanë sjellë vetëm gënjeshtra të pabazuara sikur që i kemi përmendur edhe më herët. Prandaj Allahu betohet në kodrën që realisht tregon shpalljen, betohet në librin që tregon shpalljen. Dhe kodra Tur, sikurse e përmend Ibn Qayyim rahimullah, është nga kodrat më me vlerë në rruzin toksor, për shkak se ka marrë një vlerë të posaçme, për shkak se aty Allahu e ka zbrit Tevratin dhe i ka fol Musait alayhis salam. Prandaj kemi një kodër të veçantë, kemi një libër të veçantë dhe kemi një prezantim të këtij libri të veçantë. Do gjithçka është e veçantë. Andaj Allahu betohet në këtë libër atë. O kitabin mestur fi raqin manshur. Në, domethënë, flet në lkur të hapur dhe të shpalosur. Pastaj Allahu thot wal baitil ma'mur. Çka është baitil ma'mur? Betohet Allahu në shtëpi. Cila është kjo shtëpi? Baitil ma'mur të ndrozer në esencë të kuptimit gjuhësor është diçka, një vend që është i ndërtuar. Ma'mur është i ndërtuar mirë, e ka një kuptim, dhe dyta, domethënë, e ka kuptimin e frekuentimit të madh të krijesave që ndërtohet me adhurim. Allahu po betohet një shtëpi të veçantë që është e ndërtuar, por ju në kuptimin e tjegullave, ju në kuptimin e materialit, po në kuptimin e adhurimit ndaj Allahut xhalla xhelaluhu. Prandaj ky është ndërtimi real. Ndërtimi real është ndërtimi me adhurim. Prandaj edhe shtëpia që Allahu xhallahu ala e ka ndërtuar për njerëzit, se ka ndërtuar për me banua aty njerëzit, por e ka ndërtuar për me adhuru Allahun te barekuhu teala. Ktu normal ka dhe shpjegime për cilën shtëpi bëhet fjalë, po kryesisht mendimet e dietarëve të tafsirit është se bëhet fjalë për Beitul Ma'mur që është në qiellin e 7. Është kibla dhe është Qabeja e banorëve të qiellit. Sigurisht në tokë në Mekë është Qabeja për banorët e tokës, është në qiellin e 7, domethënë Qabeja apo themi kibla e banorëve të qiellit. Për këtë shtëpi thot pejgamberi alayhi salatu wasalam se çdo ditë në te hyn 70.000 melek dhe dalin nuk kthehen më. Përmendoj këtë numër marrëmendës të melekëve të Allahut azza wa jall, e të cilat nuk e kanë razën si na. Na mund të shkojmë Qabe sa herë dush veç ka ki mundësi. Ndërsa melekët në Beitul Ma'mur s'kan mundësi me shku një herë dhe nuk kthehen më. Mundësinë e hyrjes në Beitul Ma'mur e kanë një herë. Sikurse ka në hadith të pejgamberit alayhis salam, 70.000 melek hyn, kryjnë ritualet e caktuara sipas asaj që Allah i ka mësuar dhe dalin nuk kthehen më aty asnjëherë. Pastaj 70.000 tjera e kështu me radhë. Don kjo është ajo që prezanton padyshim fuqinë dhe madhësinë e Allahut azza wa jall. Dhe fjala Ma'mur që thash e ndërtuar jep me kuptuar domethënë se kjo shtëpi që Allahu flet për të, që betohet në të ndërtuar, është një shtëpi e ndërtuar, po ju nuk e ka marr lavdin, nuk e ka marr vlerën për shkak të cilësisë së ndërtimit, cilësisë së materialit që më të ndërtuar, po për shkak të veprave që bën atë. Edhe kështu është të ndërtuar edhe ndërtimi i njeriu. Ndërtimi i njeriu, do të vlerën e merr në bazë të besimit. Ndërtimi i njeriu e merr vlerën mbi bazën e asaj që ka në zemrën e tij. Çka ka në zemrën e njerit? Nëse në zemrën e njerit ka besim në Allahun azza wa jall, ka dashuri për Zotin, ka frikë për Allahun xhallahu ala, ka respekt e dashni për të tjerët, ka mendim të mirë, është e ndërtuar si duhet dhe zemra që e don Allahu azza wa jall. Një zemër që e mbushur zili, hased, urrëtie, nuk e don Allahu xhallahu ala. E pse në aspekt në jashtëm, njeriu mund të jetë i ndërtuar, i veshur me petkë të mirë apo i parfumosur me parfum mirë. Nuk është kjo ajo që e përfaqëson njeriu, po e brendshme atij. Ky është ndërtimi real. Prandaj sot njerëz për shembull të ndërrozë sa shpenzojnë kohë, mund, angazhim, para për ndërtim të brendshëm e sa shpenzojnë për ndërtim të jashtëm.
Shikoj sa kohën e kalon njeriu për shembull për me zgjidh teshën e duhur, parfumin e duhur, më duk duhur, ndërsa gjatë ditës nuk gjen për shembull kohë, qoftë edhe 15 minuta, më ia kushtu zemrës së tij që me e ballavaçu këtë zemër me një adhurim të zemrës, dashuria ndaj Allahut, mbështetjen Allahu xhallahu ala, sa kanë zemër to nga këto adhurime këtu më radh. Ma kjo është realiteti i jetës, ky ndërtimi i duhur. Dhe kjo vazhdon pastaj me ndërtimin edhe të fëmijëve tanë, të gjeneratave. Duhet me ndërtu në besim, me ndërtu në adhurim të Allahu xhallahu në brendin, pastaj jashtë me ndërtohet lehtë, por e brendshme është më rëndësi me ndërtu. Dhe kjo është ndërtimi më i vështirë. Për këtë arsye ky ka qenë roli i pejgamberëve. Pejgamberi nuk kanë me ndërtu dunjon jashtë. S'ka dhënë njerëz me ndërtu shtëpiat, banesat. Kjo është çështje e njerëzve. Ka dhënë me ndërtu brendshmën, që pastaj marr kuptim me ndërtimi jashtë. Nuk kanë pejgamber me ndërtu, domthonë rrugë dhe parqe e kështu me radhë. Kjo është çështje e njerëzve, që ata rregullojnë dhe organizojnë jetën. Pejgamberët e Allahut janë dërguar për me ndërtu njerëz nga brendia. Prandaj, ai që angazhohet, ai që punon në ndërtimin e njerëz nga brenda, që ky ndërtuesi kryesor. Dhe ai që punon me i prish njerëz nga brenda, është fesaxhiu më i madh, edhe pse i ndërton njerëz në të jashtëm të jetës. E kush ndërton banesa, kush ndërton rrugë, parqe, po i prish njerëz nga brendia, nuk ka ndërtues ky. Ky nuk është ai që i zhvillon. Për shkak se prishja njerëz nga brendia hub kuptimin edhe që kanë nga ndërtimi i jashtëm. Ndërsa e kundërta jap kuptimin e dur. Andaj Allahu xhallahu betohet në shtëpi të ndërtuar me adhurim. Edhe shtëpia tona të ndrozur, sa angazhimi bëhet dhe mirë pse jo lamna me pas shtëpinë e mirë, me pas shtëpinë e gjanë, me pas të rregulluar bukur, është nga bukuritë e dunjas, kjo s'kontestohet. Mirë po, i tër fokusi, e tër brenga tet, pastrimi i shtëpisë, rregullimi i shtëpisë, largimi i pluhurit, rregullimi i orientimit brenda, ndërsa zemra është pluhuros që moti, zemra e ka kapluar moti, domthon pluhuri i gafletit, i hasedit, i shumë gjërave që e dëmtojnë zemrën, është padyshim qasje e gabuar. Prandaj po për orendit, po për rregullimin, po për pastërtin, krejtë në rregull to. Mirë po me ditë ku ka vënë. Në esencë a ka rregulluar zemrën. Kur i ke ndru orendit e zemrës herën e fundit, në kuptim të shtimit të adhurimeve, përmirësimit të adhurimeve, çysh duket zemra? Nëse për shembull e krahasojmë të ndërgozë pamjen e zemrës me pamjen e shtëpive tona, cila del më e bukur? Sa del me pastër, sa del me rregulluar. Kështu do të më pas qasje besimtarëve. Rregulloje zemrën, rregulloje të mbrëmshmën, rregulloje pamjen që Allahu shikon te ti në zemrën tënde. Pastaj në jashtëm. Prandaj Allah beton te Beitul Ma'mur, betojmë në zemrën ndërtuar me besim, në zemrën ndërtuar dhe të pastruar me pastrinë e shpalljes dhe me ujin që Allah e zbriti që me të pastrohet zemra e njeriu. Dhe këtu kemi gjithashtu betim në diçka të veçantë. Ndaj po e vreni që dallimet me betimin në dhuriat janë në disa aspekte. E para, aty dallimi është në shumës, këtu është në njëjs, o tur, o kitab, o bejt, një betot. Aty është o dhariat i shumës, në shumë lloj të erdhave, apo felhamilati wiqra, betot Allah në shumë ra që bartin ujë kështu me radhë. Nëse këtu Allah betohet në diçka të veçantë, specifike që është unike, nuk ka të ngjashme, nuk ka tjetër. A dhe nësë është për kuptim për shembull të ndërruazër kodra tur, s'ka të ngjashme. Që dikun Allah i ka folë pejgamberit të ti, sikur si ka folë të kodra tur. Nësë është për qëtim kitabin mestur, Tevrati apo Kurani, s'ka të ngjashëm. S'ka si Kurani. Edhe këtu Beitul Ma'mur, qoftë në qiell, qoftë tokë, s'ka të ngjashme. Andaj Allah po beton diçka të veçantë, specifike për të marrë vëmend njerëzve për diçka të madhe që do të tregon pastaj në vijim të ajeteve. Pastaj Allah thot: "O saqfil marfu'." Betimi i radhës, betimi i katërt, Allahu betohet në kulmin e ngritur. Këtu është për qëllim, domthon qielli. Qielli Allah betohet prapë në qiellin. Apo sa shpesh Allahu betohet në qiellin. Asa është nga argumentet e fuqishme që tregojnë madhështinë e Allahut, fuqinë e Allahut azza wa jall. Qielli të ndozur, që është vendbanimi me lajkeve, edhe është ai që e mban Allahu te bareke ve taala. O saqfil marfu', Allahu betohet në kupën e ngritur lart. Wal bahril masjur, Allahu betohet edhe në detin. Në cilin deti? Masjuri ka disa kuptime. Wal bahril masjur i ka disa kuptime.
Këto kuptime nuk janë kundërthënëse mes vete, por e plotësojnë njëra tjetrën dhe mund të jenë ato që tregojnë edhe periudhat në cilat kalon deti. Kalon deti. Cilat janë ato periudha? Periudha e parë është që po shohim. Mesxhur, një nga kuptimet është deti i mbushur me ujë. Allahu xhallahu përmend shikoni detat, sa janë mbushur me ujë. Apo mirë po, kush i mon në atë nivel që mos vëshojnë ka jo? Allahu azza xal. Të vëzër, nështë 1% e oqeanëve me u derdhë në botë, çka ndodh apo? 2%, 5%, apo të ujit me vërshu ka njerëzit, kush e nol atë ujë apo? Dhe më gjitha ujë që është, kush e mon atë ujë? Çka na garanton neve, për shembull, se uji nuk lëviz? Kush na garanton? Me çfarë garancë për shembull mund të shkencëtarët se jemi të sigurt për 100 vjet të ardhshme kemi marrë masë dorë dhe nuk vërshon? S'ke mundësi apo? Nuk është e mundshme. Allahu xhallahu ala edhe këtu na tregon fuqinë e tij. Eman Allahu xhallahu ala. Pra apo vërtet të ndozur gjitha këto betime ka një lloj shpërfaqje prezantimi të fuqisë Allahut nga njëran dhe të kujdesit Allahut për robët e tij. Allahu kujdeset të tur. Pse betohet në tur? Me tregu se Allahu xhallahu këtu i ka folur Musait për me uzu juve o ben Israil. Pastaj ul kitabin mestur, libri i shkruar i qartë i kuptueshëm për juve që të udhëzoni të tjerët. Në këtë rast Kurani dhe njerëzit në përgjithësi të gjykimit. Pastaj Allahu xhallahu betohet u Beitul Mamur. Allahu xhallahu ka ndërtuar një shtëpi në tokë, Qabeja, ku realisht atje mund shkët pastroheni, atje bëni tavaf, atje arrini sevape që mos ishte e shtëpi, do ishte po ju problem. Kujdesi Allahu xhallahu ala që të ketë Qabe në tokë është kujdes me ramendës. Dhe Allahu xhallahu çka tha? Ja'ala al-Ka'bata Beitul Haram qiyaman lin-nas. Allah e ka bërë Qabën, shtëpinë e shejt, qiyaman lin-nas. Çka është qiyaman lin-nas? Allah po pse ku bë Qabën? Qiyam është diçka që ngritet. Diçka që nga rënuara ndërtohet. Pra Allah e kumbo Qabën që nga rënimi të ndërtoheni, nga rënja të zgjoheni, të ngriteni. Pra Qabi është ndërtim. Ibrahimi aso me Qabe ka ndërtu civilizimin e besimit, orientimin e njerëzve shumë tjera. Pra Qabi është të ndërtuar me kuptime shumë të thella. Nuk ka veç thjesht tavaf, ka shumë kuptime që nuk du të është dal nga rrjedha e dersit po. Betohet diçka që është e veçantë, që tregon kujdes në Allahut për juve. Jam kujdes që të keni Qabën tokë. Para mendoj për shembull veç pak, mbyllë sytë thuj, e çka mos me pas Qabë? Të merrosh. Është e frikshme mos me pas Qabë. Është e frikshme mos me pas vend ku bëhet haxhi. Andaj Allahu tregon kujdesin. O sa fil merfu, Allah e keni ngrit qiellin, sa keni dobi pe ti. Kush e mon? Na e mon. Kujdesemi që ju të përfitoni dhe na kujdesemi që ju mos dëmtoheni. Kujdesi Allahu xhallahu te. Kujdesi tregon fuqinë Allahu xhallahu, kujdesin Allahu, rahmetin Allahu xhallahu xhelaluhu. Wal bahr al masjur. Betohet Allahu xhallahu në detin e mbushur ujë, i mbushur. I mbushur e ke pas buzën i mbushur. Dhe nuk derdhet apo. Dhe nuk vërshon. Kur vërshon nga njëra është për me u kujtu njerëzve, ja çka ndodh nëse na nuk e marrim afër. Ja çka ndodh nëse na nuk kujdesemi për te. Wal bahr al masjur. Prandaj Allahu xhallahu ala tregon se gjithçka ka vendosur me rregulla dhe gjithçka realisht funksionon në bazë të ligjeve të Allahut te barekuhu teala. Po edhe jo që të funksionojë mirë, të jeni të ngritur, të disiplinuar, të ndërtuar si duhet, të balancuar si duhet, brenda kufeve, duhet të përmbani ligjeve të Allahut azza xal. Njëjtë. Edhe bahr al masjur e ka kuptimin, masjur e ka kuptimin e flakës, zjarrit apo. Dhe padyshim se ditën e gjykimit, edhe pse edhe sot shkencërisht është zbulu se shumë nga vullkanet realisht janë në det mirë po pa hyrë në këto detale shkencore, ajo që është e sigurt është se detnat në ditën e gjykimit uji i detnave kanë më ushëruar në zjarr. Ka më ushëruar në zjarr, kjo është fazë e detit që kalon dhe pastaj pas zjarrit kalon i thatë, nuk ka kur gjë. On e zbraz Allahu azza xal, që ka mush herën e parë dhe kjo tregon fuqinë e Allahu xhallahu që bën me ata çka don. Dhe Allahu xhallahu i shndron krijesat në atë çka ai don atë. Këtu janë të ndërruar 5 betime me kuptime që i përmend ato. Këto betime realisht për çka janë? Çka po don Allahu më na thon me këto betime?
Allahu thot, inna adhaba rabbika lawaqi, ma lahu min dafi'. Me të vërtet, dënimi i Allahut do të ndodhë. Dënimi është i pashmangshëm. Është i pashmangshëm. Ma lahu min dafi'. Nuk ka kush e shtyn. Domthon, ka me ndodh e para dhe e dyta, ati që i ndodh nuk ka mundësi me largu. Ka me ndodh gjithsesi dënimi. Dënim ka me pas, inna adhaba rabbik. Shikoj këtu të ndërruar vëllezër, Allahu thot adhaba rabbik. Dënimi, adhab, gazepi, mirimet, vuajtjet. E ka përmenë Allahu xhallahu fjalën rabbik. Është e mrekullueshme, sinqerisht apo. A kem të folë për kujdesin deri më tani? Kujdesi për shembull në kodrën, kujdesin në këtë, kujdesin në ruajtje, kujdesin në mbrojtje, kujdesin në shfrytëzim, gjitha këto që tregojnë kujdesin Allahut për neve. Mirë, kujdesi Allahut te xhalla xhelaluhu për njerëzit, përmes cilit emër të Allahut kuptohet më së miri? Rabb. Aja është krijuesi, Rabb tregon krijimin, tregon sundimin, tregon fuqinë, tregon kujdesin. Dhe fjala terbia është përqësaj. Terbia kur ti kujdes për dikon dal nga dal me rrit. Nga vëzhlia e rrit dal nga dal gradualisht. Kujdes është ai mund ndërtu mirë. Fjala Rabb. E këtu Allahu tha inna adhaba rabbik. Dënimi i Zotit ton. Domthon Allahu është kujdes për juve, por jo për Allahun se një kujdes. Allah e ka dërgu pejgamberin që të mëson si të kujdesni për Zotin. Sikur që Allahu xhallahu ala ka vendos qiellin, e kodrat, e bjeshkët, e ujin, tregues që ai po kujdeset për juve dhe keni përfituar për jetë nga këto krijesa, fatkeqësisht nga pejgamberi që kemi dërgu, nuk keni përfituar nga kujdesi jon për juve. Prandaj ka ardhur fjala rabbik. Fjala rabbik të rrezë këtu e ka edhe një kuptim të ma të përgjithshëm. Për shembull, të kesh me ardhur fjala inna adhab Allahi lawaqi, dënimi i Allahit, apo fjala emri Allah është emër më i parafort me besimtarët, për shkak se e ka kuptimin e adhurimit, dashurisë dhe nënshtrimit. Me kur thosh Allahu, ai që e ka një afërt, ai ka më dënu, domthon kërcënimi është direkt te ata që kanë përfituar nga ky emër apo. E ata jo, ata s'janë përshtim këtu. Edhe pse ata duhet të marrin mësim, patjetër. Po ata në safin e parë që janë të kërcënuar ata që kanë përfituar nga kujdesi i Allahut për jetën e dunjos, por nuk kanë përfituar nga kujdesi i Allahut për ahiretin. Sikur që kemi thënë në surën Adh-Dhariyat, kur Allah ka përmendur rrezikun, fatkeqësisht shumica e njerëzve kanë përfituar nga rreziku i Allahut, dënimin e Allahut azza xal. Nuk kanë përfituar nga rreziku i Allahut, adhurimin e Allahut. Nuk kanë përfituar nga rreziku i Allahut, falëndrimin e Allahut xhallahu ala. Edhe kjo është ajo që realisht përfaqëson dështimin e madh të njeriu, i cili nga hisja e madhe që i takon me marr nga Zoti i tij, e ka marrë ato që e dënon Allah për të nesër. A nuk është fatkeqësi? A nuk është humbje? Allah ti ka mundsu këto që ti me këto me përfitu shlimet mëdha. Pse ka thënë çapën? Pse ka dërguar pejgamber që ti më shpëtuat, të kapësh për tonë Allahu xhallahu ala dhe hisja jote nga ky kujdes tjetër, hisja e shpëtimit, hisja e shpërblimit, hisja e mëshirës. E po njerëz nuk e përfituan këtë hisë, nuk e morën këtë hisë. E morën hisën më të keq apo. Panaj të rozë me si një sham pak është edhe pak të papërshtatshëm për sa me kuptu drejt apo. Sa me të kuptu drejt. A ke pa në ushqim për shembull? Në ushqim, në çdo ushqim që na hajm, ka hise të njeriut dhe ka hise për kafshën. Cila është hisja e kafshës? Aja që se ha njeri atë. A ke pa, njeri nuk janë, për shembull, ushqimi i prishur, i mbetur sa në kërkush, e kështu me radhë, çka thonë? Mjellën kafshëve. Është hisja e kafshës, në rregull, është ndonë për kafshën. I po qatë hisja të ndarë për kafshëve, nga ushqimi i përdorë, mjellën njeriut është në çmim. Është për ule, madje është për të edhe dëmtim, në shëndet e dëmtan. Për shkak se organizmi dhe metabolizmi i kafshës e banë, po jo i njeriut. Edhe këtu Allahu xhallahu ala. Hisja që e këndo për ju e si njerëz, është hisja e caktuar me udhëzim, me çave me libër. Nëse hisja tjetër është për tjertë,
Fatkeqësisht që e keni marrë, keni pranuar hisën e dëshpërimit, hisën e poshtnimit, jo hisën e kënaqësisë edhe të shpëtimit. Mirë me këtyre hisja jote këtu ku është? Ku është hisja jam këtu? Në ke këtu zhvillime, këtu ngjarje, këtu keq apo hisja jam ku është? Çka ki hisët në këto që po ndodh? Hisja jote ku është? Allah ka zbrit Kur'an, hisja jote në Kur'an cila është? Allah ka dërguar pejgamber, hisja jote te pejgamberi cila është? Pasimi, kundërshtimi, largimi, injorimi, cila është? Çfarë hisë ke përzgjedh me marr nga tërësia asaj që ka ndodhur me zbritin e Kur'anit dhe zbritin dhe ardhmën e Muhamedit alayhis salatu wasallam. Dhe Allah tha, inna adhaba rabbika lawaqi. Gjithsesi, pa asnjë ndyshje, dënimi i Allahut do të ndodh. Lawaqi, vaki kam e kon, lawaqi më ndodh. Pashmangshëm. Ky është dënimi i pashmangshëm. Ma lahu min dafi. Edhe këtu tash të vëzë një ndalje me rëndësi. Kush po kërcënon me këtë dënim? Ai që ka kërkuar kodrat, bjeshkët, ai që po thot qielli është në dorë timën, unë e moj, që ka fuqi Allah, ai po kërcënon. Ai po thot dënimi është i pashmangshëm. Nuk ka forcë që ka mundësi me e anulu këtë dënim, apo me e tjetërsu këtë dënim. S'ka forcë. Absolutisht. Posë Allahu të azogjen. S'ka mundësi. E pa mundë shmasht. Dhe të nërozër, kur Allahu kërcënon, nuk është kërcënim i zakonshëm ky. Domthonjë, a dini që edhe Kurajshtë e Mekës janë dridhur nga kërcënimi i Allahut azza wa jall. Edhe pse se kanë shpreh. Ka në transmetime se Saad ibn Muadhi radhiyallahu ta'ala anhu ka shku me i vizitu disa të afërm të tij në Mekë, mas që u bë musliman, kur pejgamberi është shpërngul nga Mekja. Edhe, domethënë, ka bo tawaf, se ka qenë zotniu i ensarëve të Medinës, Saad ibn Muadh dhe Saad ibn Ubade, ka qenë dy zotnit e Efsit dhe Khazrejit. Normal, ka pas afërsi me disa nga Kurajshtë e Mekës dhe ka bo tawaf. Ubej ibn Khalaf, domthonjë që ka qenë nga kundërshtarët më të rrallë kundër pejgamberit alayhi salatu wasalam, ka thonë kush të dha drejt me bo tawaf rreth Qabës pasi që ke besu në Muhammedin. Ke besu në te, ke prish me një valancë ato. Po, Saad ibn Muadh konë trim, ta ka qenë veç vetë në Mekë, po, së një thush e di pëse bon tawaf rreth Qabës. Ndër tjera, shikoni, Saad ibn Muadh i ka thonë në bëjmë i Khalifit jam, ati ai që na ka thonë pejgamberi se ki mu vra në luftën e para, e ka thonë pejgamberi se ki mu vra, nga dora një dje, kush e ka vra u bëjmë në Khalifit? Në Bedr kam vdik dy kryneqt më të mëdhenj, Ebu Gjehli dhe Ubej ibn Khalaf. Kush e ka vrar Abu Gjehlin? Abdullah ibn Mesudi, ai që ka bëj garë me te Abu Gjehli. E kush e ka vrar Ubej ibn Khalafin? Bilal radhiyallahu anhu, ai që Ubej ka qit burr me tan me i kapten. E pejgamberi ka paralinuar se ki mu vran betejën e parë. Kur e ka ni Ubej ibn Khalaf, këtë kërcënim është zverë në fytyrë. Ka filluar mu dridh. Kon a çështu ka thona, se ka ditë. E ka ditë se nuk gënjen pejgamberi alayhi salatu wasallam. Ka ardhur Abu Gjali mu tall me te ka thonë, pse po drish? Pse ka thonë ai? Me qetësu dhe me relaksu nga se ka ditë vetë Abu Gjali se çështu ka menduar. Për shkak betejën e parë në Bedr, Ubej ibn Khalaf s'ka dashur me shku në betejë atë. Nuk ka dashur me shku atë. Kom punë, jam në zonë, shkon ju që pare pa gujsa dush, u tut me shku. Mi për Abu Gjali ka thonë, e ka ngacu me atë kënarin e gjahileta. Ka thonë, ti me të, me gratë, burri i Mekës, e mos me ardha ti me burra, e ka nguc, edhe, normal, ku vjen kaderi, i shtynë Allahu Gjallë Gjallali hopëm. Edhe ka vdek në Bedr, ka qenë nga falishpej, në ngordësirat e Bedrit, fatkeqësisht apton se ka refuzuar në dytë udhëzimin e Allahut te barekuhu teala, duke nënçmuar, duke përbuz pejgamberin funa më të këqija, më të shmavta. Andaj ka nënçmuar Allahu xhallahu që çaj robizi që ka nënçmuar, çaj ja ka pru dekën. Allahu xhallahu ala na ruajtë. Andaj Allahu xhallahu ala më ka malu min dafi'. Kur Allahu thot s'ka kthim, i pashmangshëm është.
Në anë tjetër, ti e shë për shembull të nërlezër, se e ti për shembull me çka shmon këtë adhurim? Allah po s'ka forcë që e shmon dënimin. Ti e shmon dënimin me deklaratë caktuar. La ilaha illa Muhammed Rasulullah. Ti e fal namazin, ti e jep zakatin, ti i ndihmon fukaras, ti i ndihmon këtu. Bëhesh i mirë në emrin të Allahut Azza wa Jall. A pesha sa i fortë jap. Do besimtar është i fortë me besimin e tij, me brendinë e tij. Nuk ka forcë, nuk ka forcë që e largon dënimin. Po vjen një besimtar, apo vjen një Ibn Mesudi radiallahu ta'ala anhu, i cili non kanë bu humor me këmbët e tij, po ai vjen di gjykimit e dihet ku e ngrit Allahu azza jall. Ai të ndonjë fuqia reale, forca reale është forca e besimit. Forca e besimit. Që ka thënë pejgamberi el mujahidu men jahada nafsa. Mujahidi vërtet është ai që vetë ti e privon, ka forcë me frenu. Ç'ka betej? Ai që ka mundësi me lënë vetën nga epshet, nga kujtja, nga lakmia, nga urrëtia, nga zilia, ç'kjo është realisht i përgatitur për çdo gjihad tjetër pastaj aftë. Për çdo betejë tjetër në jetë është i gatshëm. I pa që në betejët e para të epshit dorëzohet, gjynzohet, bjen, në lakminë e parë servilohet, në shansën e parë dorëzohet. Pa çfarë betejë është i gatshëm apo? Pa çfarë betejë është i gatshëm? Allah tha, i fortë je, ti e largon dënimin e Allahut me çka? Me besim apo. S'ka kush largon. Nuk ka kush largon. Shkruaj të vëzër. Na besojmë këtë. Na besojmë këtë. Si ka marrë xhenemi ditën e gjykimit. Muhamedi më ka thonë leha xhenemit apo 70,000 zimam. 70,000 frej i kaptan. Çdo frej don e mon 70,000 meleka. Para në nda sa është numër melekëve që e mojnë xhenemin mos me vërshu me gëlltit njerëz apo. Krijesa Allahut është, krijesa Allahut është xhenemi. A ka forcë që thot unë si këtu? A ka forcë që se s'ka dalli këtu në dunjë nuk janë kurrë, nuk janë kurrë. S'janë kurrë. Zjarri i xhenemit të ndosë sa është më i madh se zjarri i dunjos. 70 fish më shumë ato. Një zjarë dunjas, krejt armatimin e dunjas e shkrin. Apo? Krejt. Kozu me prish arme, po ku i qojnë? Shkrijet. Temperatura nalt, pa një binde nalt. Temperatura maksimale në dunja që mund të rrit, është pjesa 70 ati që në xhenem. Allah në rujt. Temperatura maksimale në dunja që rrit është pjesa 70. Shikoni këtë temperaturë, këtë fuqi, këtë madhështi. Ti me qka i thush? Larg, me qka i thush? Me namazin tënë, me mbulesën tënde, me ndershmërin tënde, me moralin tënd, me udhëzimin tënd, me qëta i thush? A në qëto forca, qëto fuqia. A ditë kur s'ka vlerë kurgjë, ditë nësë jenë kurgjë ato. Si kështë të marrë me vim, kodat, ku janë kodat? Kurgjës janë kodat. Gjithë shka hu peshë në vetë, e hu vlerë në vetë, gjithë shka hu pozicion në vetë. I vetë me qëmbetet me peshë, e iron, e në pozicion dur është besimtari me besimin e ti, me iman e ti. E s'ki ma të rëndësishme se imani, ma të forë se besimi s'ki, por e ma të rëndësishme se me investu në ndërtimin në brendshme si kurse përmena, në ndërtimin në besim e udhëzim, e ti e tësh me këtë udhëzim, por e ma të madhë nuk ka. Për ty e familjen tone. Pastaj vinë projektet e tjera. Mirë po, Zotë në rujt, që një duke pas projektet caktuara të investimit, të angazhimit, të tërsimit, me e prish projektin kryesor që i garanton shpëtim dunjën e heret, është dështimi madhë. Allahu tha, ma lehu min dafi, s'ka kush është tyna, po. E pastaj Allahu gjallëra të regon që ka komendot ditë në gjykimit, po. Jaume të muru sëma u maura. A ditë, temuru sema. Çka o temuru sema u meura? Temur është lëvizje. Meura. Kur lëviz qielli, po nuk është lëvizje zakonshme. Nuk është lëvizje e rëndomt. Po është lëvizje domon e çrregulluar. Është lëvizje deri diku them kaotike, që tregon prishjen. Dhe kjo është një nga fazat e prishjes së qiellit apo. Se Allah përmend qarin e qiellit, kemi mësuar në gjuzën e amme.
idha as-sama'u fatarat, idha as-sama'u shaqqat, idha as-sama'u kuwirat, idha ash-shamsu kuwirat. Po ka pranë Allahu xhallahu forma të shumta të ndryshimit të qiellit. E këtu Allahu thot yawma tamuru as-sama'u mawra. Një nga fazat është fillon lëvizja e qiejve në mënyrë të çrregulluar, për treguar se kjo është fundi apo. Kush e lëviz qiellin në zemër. Don, për në diellin në raport me qiellin çka është? As kandil nuk është. As një qiri nuk është atë. Në raport me qiellin e keni pa. Edhe kjo sikur se kemi thënë qielli pjesa e galaktikës tonë që na kena mundësi të diku me ditë diçka për to. Ku janë tjerat apo? Këtë çrregulluan. Yawma tamuru as-sama'u mawra wa tasiru al-jibalu sayra. Edhe Allahu xhallahu edhe don malet lëkundin, lëvizin. Pse lëvizin? E kanë hub peshën. Ka përfundu misioni i kodrave. S'ka mo misioni. Mur fund misioni. Sikur se Allah thotë sura Al-Qari'a, wa takunu al-jibalu kal-'ihni al-manfush. Edhe kodrat bëhen si një pambuk i prishur, pambuk i shkapërderur që era e fryn ka dush atë. Çështo bën kodrat, bjesht e mëdha. Ti e sheni bjeshk sa është e madhe apo sa është don problem me ungjitën te nesër bëhet komplet pa asnjë rëndësi, pa asnjë peshë. Allahu xhallahu ta ndozë para lajmëron që këto punë mirën seriozisht. Edhe thot fa wailun yawma idhin lil mukaththibin. E hadit Allah thot mirë për ata që përgjigjëstuar. Mirë për ata që refuzuan udhëzimin, mirë për ta. Pra për shembull të vëzëm njëri me nuk shiko gjitha këto kërcënime, gjitha këto betime, gjithë ky, domthon material, lajm, informat që tregon çka ka më ndodhur, dënimi. Edhe Allahu tash po e drejton fjalimin e tij ka katëri të caktuara, jo që keni mohuar. Mukaththibin, jo që e keni përgënjeshtuar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kjo është fundi juaj apo? Kjo nuk është veç për ta. Ata janë të dedikuar të po, por kjo a duhet këtë me i friksu? Pa dyshim se po. Prandaj kemi pranë sot të ndërgozur se dita e gjykimit është bazë e rëndësishme e edukimit dhe formimit të besimtarit. E kush janë këta? Kush janë këta mukaththibin? Allah thot alladhina hum fi khawdin yal'abun. Si ka qenë gjendja ty në dunja? Fi khawdin yal'abun. Dy sen Allah e ka përmend. Khawd edhe yal'abun. Çka është khawd? Khawd të ndonjëherë është kur njëri me përkthim të lirë. Do kur njëri mirët me punë që si takojnë. Flet për çështje që s'ka dije. Bën debate don pa fundme për punë të padobishme. Ç'kjo është khawd. E kur njëri flet shumë, të ndëllëzër, flet pa lidhje, flet pa kompetenca, flet pa dije, mundësia me gëny, a është e madhe e vogël? Shumë e madhe, saj një format 2-3 të me kalëzu diçka që sështë, diçka që s'din, për me mujtë me vazhdu diskutimin temat e tilla. Prandaj, këta janë gënjeshtarët, këta janë mashtruesit. Mirë, po para se me qenë të tillë, këta janë ata që janë marrë me tema që s'ju takon. Nuk i takon të ndërruazër njëriut me e kontestu fjallën Allahut azza wa jall, po i takon me e pranu dhe me kuptu, por jo me refuzu. Nuk ka punë jote që me refuzu t'ja. Ata kanë marrë këtë drejtë. Nuk është punë e njerit. Nuk guzon njeri marrë në atë nivel që të dërguarit e Allahut me argumente dhe fakte që ka ardhur me i thonë, aja që po thoshte nuk është e vërtetë. Mirë, mbi çfarë baze po thoshte nuk është e vërtetë? Mbi bazën e epshit, mbi bazën e interesit, jo mbi bazën e argumentet. Një labun, edhe këta kanë marrë loj. Kur i ke thonë për shembull, i thot, këthau të Allahu besa, vallahi më nëzonë, s'kam vak për të punë e rëpë. Jo, vazhdojnë, shadin, po, a keni këse fjallësh?
Po ka një thotë, nuk kam kohë më marrë me, adin, kena do projektet moja. Cili projekt është i madh lapta, ma i madh se besimi, se shpëtimit, se me pështu këti, a ka ma të madhe? Jele abun, kanë lujt me. Ma dje kanë kry këtë punë, kanë edhe në cinizm, edhe në talje, edhe në hajgare. Po, e kanë kry. Pra e të ndërëzër, talja më argument e Allah të Azogjel, është krim. Ma dje edhe humor më të është, pa dy me ndalume. Nëse Allah nuk ka zbrit ajete me u talë, e me qeshna me to. Po ka zbrit ajete dhe argumente që të bojnë me ullë kokën. Të qëto ajete, Omeri ka do natën një herë, kur ka qenë halife, edhe ka dëgju njëri për muslimare natën ka falet. Natën ka falet, duke i lidu qëto ajete. Inna adhabe rabbike lewaki, ma lehu min dafi, jau me të muru sëma u maura, wa të siru l'gjibanu sejra. Ka rapi deve, sa të. 2 muj dit e kanë vizitu njerë të smutë, s'ka di që ka kapë. Në kom dhe s'ka mujtë më quapë. Ta që ka kuptu këtë mund seriozisht. Do në ka marrë këtë punë, jo hajgare. Nuk është hajgare që me refuzu. Po në momenti kur ti nuk i qasër seriozisht ndryshimit, përmirësimit, nuk kupton seriozisht që se duhet me ndryshu, është një fallë talje. S'po flas kuptim juridik, tash a del për fejë, s'po thajs ato taljet që të kushtojnë edhe me fejë, jo. Po taljet që kushtojnë jesin me përresi për Allah të Azogjel, mos marrja seriozisht e fjallet Allahot, fjallet pejgamberit sa më është një lloj talje, është një lloj talje. Fi khaudin el abun. Sa kemi tema që na përkasin, i lojmë, zbujmë pyetje për to. Mirë me tema këtë periferike, madje këtë jashtë kufive të kompetencave tona, të aftësive tona, të dobis tonë, mirë me to. Mirë të rëzër, kjo në gjykim të jashtëm, a mund të jetë një lloj talje? A mund të jetë një talje? Për shembull të rëzër, nëse në njëri, për shembull, bëhet fjalë për një sprovë shtëpiti, po i digje shtëpia. Shtëpia po djegët, kjo është situata e tij, kjo gjendja e tij. Me çka i du të më marrë? Të marrë me fikin e shtëpisë, kjo është prioritet, me nalë shtëpinë, mos më djeg shtëpia, mas pari me nxit anëtarët e familjes, dikur mos më djeg, mas pari njerëz i shpëton. Nëse ka ndonjë pasuri, e nxirr shpejt, ka disa prioritete në këtë drejtim. Ama kryesisht, ai do të marrë me këtë zjarr me e fik. S'ka tjetër atë. Para me lënë dikur për shkakun shtëpinë vet me e fik, edhe më thonë që para më ka shtëpia kush so zjarrin e çeta. A shtëpia ti po kallët atë? Se le shpinë këshizë, kalta, skalta, që apë, ti ki problemet e tua. Qasja e ti në këtë drejtim, a cilësut si talje nga anëtarët e familjes, që i thonë, ti a i gara po përna? Ti a qëtar si ti me po i gara? A i në tu djekë shkoj shpia, ti po përna i gara me neve. A nuk është humor që kesh, a sa i vetë nuk kesh, nuk është qështja me kesha, me busqesha, so qështja. Këtë njëra që i qasër teme saktuar, edhe ke për saktën, situatën, a është talje, nuk o talje. E sa problemet i kemi so fitën të familje, por rrezikomin besim, dilema, dyshime, luftë ndaj familjes, tendenca të ndryshme për keq interpretim të fesë, për prezantim të deformuar të fesë, shumë tjera, mirë ma fillon dietari pse ka gabuar. Ç'kjo është tallje ç'kjo? A është hajgare ç'kjo? Ose për shembull, temat e mëdha i lën tash mirë na me tema, për shembull, komplet atje në çështë dunjazë çka po ndodh, kush kom hemërllok qyret ti luftën tonë shpëtone në këshillak tonë çto apo ndaj mungesa e çështës serioze na bën me të vërtet çesharak ndaj temave tona, ndaj problemeve tona, ndaj çështjeve tona. E kena na problemet tona, merrem me to. Pastaj dal këtë problemet e dunjas u bashkë me shëru. Njëherë tuet e Allah, njëherë gjehelin tonë, ignorancën tonë, njëherë që ata ndryqaj e me dije, që ata njëherë. E sa ignorancën e kena në besim, sa ignorancën është në temat e të uvidit, të shirkut, të kështu më radhë, sa ignorancën është në temat e fikut, të abdesit, të namazën, të kështu më radhë. Me qëka të marrë? Me qëka është dilema, diskutime, që jashtë kompetencave, jashtë situatës e ti, është një lloj loje. Po nuk është larg asaj, s'po them si këta janë kategori speciale lojës.
Po, është i fallit tallje. Andaj Allah tha, alladhihum fi khawdin yal'abun. Yawma yud'un ila nari jahannama da'a. Kur këtë ajet po lexoj, yawma yud'un ila nari jahannama da'a. Ju vetë pasoj që hoxha zori jap ke me çiçat varajete apo. Apo, është i farë lloj, domthon artikulimi i vështirësuar i ajetit. Që të tregon për një situatë të vërtetuar në gjuhën arabe, kur do me kallëzu kanë një situatë vështirë që është e rënë apo e vërtetson ose e ngarkon shkruajin atë. Kanma yas'adu fi as-sama. Allah thot ata që do ka refuzuar zimin e Allah xhallahu ala, ngushtohen gjokës aty si ngushtohet gjokës aty që ngrihet lart, do sa më lart shkon duke u paksu oksigjeni, edhe shkon duke u shtrëngu gjoksi, frymëra vërtetësohet. Andaj ka përmë, yas'adu, shiko, sadi, ajni, ja për kuptu se ti vetë të ndëgju fjallën, thua diçka, zara ka bëhet. Edhe këtu Allah thot, yawma yud'una ila nari jahannama da'a. A ditë, kur të shtyhen nga melekët, shtyrje të fuqishme që të hudhen në Gjahannam. Një që shka mund dënjo. Ta është veç ka ndryshu, dhe me thonë, aksi i shtymjes. Në këtë dënjo, janë lutë për udhëzim, janë lutë me të mirë për pranim të fjallës Allah gjellora, me argumente, me fakte, janë thirë me të mirë për braktisë më kate, të këqia, të mëzbesimit, e kanë shty fuqishëm udhëzimin Allah gjellora, e kanë shty fuqishëm me këtë forcën që ka pasë, forcën personale, mediale, ekonomike, qëfar dhe kuft, e kanë shty udhëzimin Allah të azogjen, që mësit i pranishëm në rrethet ku ata fragmentojnë dhe qarkullojnë. Qashtu që se keni ushti udhëzimin e Allahut, keni më ushti fuqishëm në zjarë të xhenemit Allah në rritë. Pranaj këtë nënçmim, pranaj këtë poshnim, që njerëz kanë me përtu digjykimit, dhe kjo është e vërtetë. Dhe s'ka pikë më dyshja për. E Allahu i thotë, hadhihi naru leti kuntum biha tukadhibun. Hadhihi është përamër që të regon afërsin. Hadhihi. Kjo apshe që xhenem, që thashtë, këtë zjarë, e që kjo është e që i thëshit së është për një me. Që kjo është e që i thëshit kushar për ati, që kjo është e atë, që kjo është. Që kjo është e xhenem që i thëshit, jam mërse, kur des, hodëm një ku dush, e që kjo është e atë. Që kjo është e që kur Allahu Gjallahu i thëjke, e meshët hajgare. Që kjo është, hadi i hinar. Që kjo, të nëzër, qëfar dënimi psikologjik, para ti fizik që më hu dhe për, hadhi hinar, a i pashikan, i shtym nga me lajket, s'ka furt me rezistu, as minimalisht, për para zjarë i fëqishëm, hadhi hinar, e në ti kuntum biha të këtë dhibun. Që kjo është qmimi i epshit të nëzën, që kjo është përfundimi, a jam vlen? Që kjo është qmimi refuzimit të uzimit të Allah të azogjel, që kjo është qmimi që kanë me pagu ata që e shkelmojnë kujdesin e Allah për me udhëzu. O tur, o kitabin me stur, të kujtën Allah me tur, të kujtën me liber, të kujtën me betin ma'mur, shiko sa ko Allah që e adhrojnë, qëka i duhëm na? 70.000 hinë e dalin, në ditje, para na, qëfa numri? Nuk i kaftu Allah për te, si duheni, për juve, mërë nësë rëzisht. Andë tha, hadhihi naru, që kjo është a i zjarë, që kjo është, a përshë? Që kjo është? Kjo është mërë, kjo është, sinqerisht, e frikshme, është e frikshme, dhe kjo është e pashmangshme. S'ka shmangje. Male u mindafi, Allah tha, ja, s'ka shmangje për këtë. E Allah pastaj këtë e përfundon duke thënë, dhe më thonë, e fesihun hadha, e mentum në të pësirun, që shmet puna e sihrit që thëshit sehir është, mashtrim është, trush për lari është, ku me të që tomë? A që kja? A jeni në ndikimin e sihrit ta shtashti? Apo s'poshin i mira, qka puna? A përshet ta zheni i mira? Allah, do t'i kjo është. Veç me paranumi më shirësy, edhe me pak si pamesh, është film i të mërshëm, i frikshëm, në më tjetë realitet. E fesihun hada, e tash kush me kënë për hajgore tash? Kush kënë tash për në qëma, kush kënë? E fesihun hada. A që kjo sihra? Ju kënë thonë sihra. Ose kënë thonë dryshe, së më rëndësi. Njën nga do që ka në sihri. A që kjo që? A kënë do për qëta? E mëntëm në të mësirun. Apo si në të e pa? Apo përshin që për ndopë? Islauha.
E tash, dëgjoni fornte. Islauha të lëzër, sali në gjuhën arabe, është kur diqka bëhet pjesë e diqkafit ato. Domthon, jo mu djeg dora ose nga jashtë, po domthon, aq thellë depërton zjarri në trupin e tyne, sa që nuk dallohet me zjarët e trupit. Nëse nuk vdesin. O kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adab, dhe sa herë u digjen lkurat, u androjmë me lkura tjera që në vazhdimsi ta shijojnë dënimin. Thosh, për çka Allah kjo? Çka kanë bëu Allah? Cila ka qenë çmimi me shpëtu? Që kjo ka qenë çmimi? Me armë nguq ka thot Allahu azza wa jalla. Çka ka qenë çmimi? Me nda ko për Zotin ka qenë çmimi. Me qenë i devotshëm e i sjellshëm ka qenë çmimi. Çmim s'keni qenë gatshëm me e pagu për jetë qetë të lumtur në dunjë. Për jetë mirë në dunjë, edhe për shpëtim të gjykimit. Që të kostos s'keni qenë gjendje pagu e slauha. Tash dëgjoni. Pastaj Allah çka thot? Fasbiru, aw la tasbiru, sawa'un alaykum. Bëni sabër, apo bëni sabër, njëjtë është. Ti pa kur dikur për shembull të vëllazër armiku e burgos, duke torturu, ai thot badjava ki, do sabri ti, do me tregu një farlloj rezistencë ndaj dënimit apo. Se nuk joj pa aftën. E Allah thot, ai sabri që më në dunjë, që ju ka bëu kënar, kështu s'ekziston. Sbiru, aul hatta sbiru, durani, zdurani, edhe sundurani. Sawaun aleikum, njëjtë situata, për shkak se poshnimi, vujtja, mirime ka me qenë pjesë e pandashme e jetës juaj të vazhdueshme tash në këtë zjarr. Sawaun aleikum. Ose një kuptim, fasbiru, aul hatta sbiru. Duruat apo nuk duruat, për shembull, klitvat e mëdha nuk e ndryshojnë gjendjen. Me thonë, në melek, me thonë, njëni fort po kono zot, a bën që ta menzira, po. Kaj, mos kaj, klith, bërtet, çka dush. Nuk e nën situatën. Kur ka qenë koha me kajt, s'ke kajt. Kur ka qenë koha me marr, s'ke marrë se tash veç një fjalë ka, ikhsau fiha wala tukallimun. Shporroni atje. Ec atje. Në çmim wala tukallimun. Asnjë fjalë mos e thoni më. Ka marrë fund. Fjalët e rdosh donjë me i thon. Atje është dosh me thon astaghfirullah. Atje është dosh me thon Allahu fal. Atje është dosh me thon. Atje është dosh me thon la ilaha illa. Atje është dosh me thon. Tash s'ka fjalë. Tash s'ka arsëtime. Tash ka ndënim. Të pashmangshëm. Allahu na ruaj. Edhe Allah thot inma tujzauna ma kuntum ta'malun. Kajt kjo është veç për shkak se çështoj e keni lyp. Kajt kjo është shpërblim me një aspekt për punë që keni bu. Ko që bashëm. Ma kuntum ta'malun, veç ka keni qenë ju duke bërë. Veç. Punët e juaja veç e kanë si këtë situatë. Allahu as kujt pa drejt nuk i panë. Allahu Jalla wala as kujt mundin nuk e hub. Allahu Jalla wala as kën nuk e shkel. Absolutisht. Janë punët e juaja. Keni qenë dëshmitar, jeni gjyku drejt. Peshorja ka funksionu. Kjo është rezultati i punëve të juaja, Allahu na ruaj. Pra të ndërlozë, kjo është realisht thirrje për vetëdijsi. Kjo është thirrje për reflektim. Se ku do të pozicionohesh? Si kemi organizuar jetën? Cilat janë prioritetet në jetën tonë nga një aspekt, edhe ta kuptosh nga aspektet të begatin udhëzimit që Allah ta ka ruje fuqishëm mos e ja për kurrë. Mos e ja për kurrë nga se çmimi i besimit nuk është në treg. Nuk ka treg dunja që realisht atje ekspozohet besimi dhe udhëzimi dhe nështrimi ndaj Allahut azza wa jall. I vetmi treg ku ekspozohet besimi për shitje është tregu i ahiretit dhe vetëm nga një blerës. Aja është Allahu azza wa jall i cili ka thonë inna Allah ishtara min al-mu'minin. Allahu ka blen nga besimtarët, veç ai e blen me çmim shumë më të sakt se që na e meritojmë. Këta janë shit në tregje të lira. Fatkeqësisht e kanë shit jetën, e kanë shit veten, e kanë shit kohën në tregje që realisht as në dunja si kanë përmbush absolutisht kërkesat e tyre, kanë dalë me 100 giga. Po des suknaç me këtë, po des ka harru çka ka qenë, me 100 telashe. Mos lasë për botën tjetër. Nësa grupi tjetër që kanë ditë si me u pozicionu
kanë ditë si me e vlerësu udhëzimin, tash Allahu flet për detajet e tyre, e ki mengu, e ki mu knaq, do onë qysh Allah i përshuan, ma dje edhe detajet e diskutimeve të tyre dhe bisedave në xhenet nga kujtimit e tyre në dunjat mira që i kanë pas nga udhëzimi dhe adhurimin dhe Allah xhallahu ala. Ndaj ajeti Allah thot innal muttaqina fi jannatin wa na'im. E devotshmit nuk janë këto siklete, nuk janë këto mundime. Besimtarët nuk janë këto, absolutisht. Ata janë në një situatë ndryshe dhe në një trajtim krejtësisht ndryshe. Dhe vazhdojnë ajetet pastaj që inshallah do të shpalosim në javën e ardhshme në një ndoshta atmosferë më të këndshme të dëgjimit se kjo sonte, po megjithatë edhe kjo është pjesë e realitetit. Edhe kjo është pjesë që duhet me dëgju vazhdimisht për të vetëdijsuar dhe për të arritur kujdesin në raport me udhëzimet e Allahu xhallahu ala dhe rreziqet që na kanosin në jetën e kësaj bote. Allah na forcoft në rrugën e tij, na udhëzoft, na mundësoft që gjithmonë të pozicionohemi ashtu dhe aty ku duhet në raport me udhëzimin e Allahut dhe gjithmonë ta kërkojmë kënaqësinë e Allahut dhe shpëlimin e tij, duke lutur Allahun që të na ruaj nga dënimi dhe nga hidrimi i Allahut xhallahu xhelalu. Me kaq për sonte Zoti ju shpërbleft. Sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimin katira.